Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun xhalla wala falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë lavdata dhe bekimet e Allahut të qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi sot alhamdulillah në takimin e radhës me librin Al-Adab al-Mufrad. Dhe sot jemi edhe në transmetimin e fundit të këtij libri, alhamdulillah, pas sa kohë takimesh, transmetimesh, komentesh kështu me radhë, kemi ardhur në fund të librit, alhamdulillah. Edhe sot do ta marrim transmetimin e fundit që ja ka përmendur Buhariu rahimahullah në këtë libër. Është një thënie e ngjashme me atë të kaluarën, të cilën e kemi përmendur në dersën e kaluar. Dersën e kaluar kemi përmendur thënie e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu lidhje me mesatarën e dashuri. Ndërsa transmetimi i fundit i përmendur në këtë libër është transmetimi që ka të bëjë me një thënie të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, që është i ngjashëm do të thotë me thënien e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Pse janë thënie të ngjashme, kanë pasur mundësi të jenë në një takim së bashku dhe të përfundohet, por kam pasur që ti ndaj për arsye që do t'i përmend tani inshallah vendina. Dhe më sot e përfundojmë këtë udhëtim në këtë libër, edhe një takim inshallah si përmbyllje, rikujtim të asaj që kemi kaluar deri më tani dhe përmbledhje të mësimeve që dalin nga libri. Dhe ma të përmbyllim këtë cikël ligjëratash alhamdulillah lidhe me librin Al-Adab al-Mufrad. Pastaj inshallah vazhdojmë me të tjera me lejen e Allahut te barekuhu teala. E kam pranuar në takimin e kaluar thënë Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë ahbib habibaka hawnan ma. Duaje njeriu me një mas, nga se nesër mund të jetë armiku yt. Edhe urreje dikën deri me një mas, nga se nesër mund të jetë miku yt. Dhe kemi sqaruar disa çështje që kanë me këtë transmetim. Thënia e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu të ndërlozur që ka pranuar Buhariu në fund të këtij libri, është e ngjashme me këtë thënie ku Omeri transmetohet radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë: la yakun hubbuka kalafan wala bughduka talafan. Kujdesu që mos të jetë dashuria jote do të thotë e tepruar për te i kufive, por mos të jetë edhe urrejtja jote dëshirë për shkatërrim. Këtë thënie i ngjan thënies së fundit që kemi marrë, edhe pse i ka disa dallime. Mirë, po ajo që duhet të vrani në fillim të ndërruar është ajo arsyeja që na ka vënë me nda këtë transmetim nga i kaluari, është se duhet që të kuptojmë në këto transmetime, edhe pse burojnë nga njerëz të ndryshëm, edhe pse mund të jenë thënë në situata të ndryshme, megjithatë ato bashkohen te kuptimet e përbashkëta. Andaj, pavarësisht ku jemi, në çfarë situata flasim, ku sillemi, edukata që kemi mësuar duhet na bashkon. Omeri ka thënë një fjalë, Aliu ka thënë një fjalë. Në esencë nuk është do të thotë udhës të themi që Aliu e ka dëgjuar Omerin, tani ka thonë si ai. Ose Omeri e ka dëgjuar Aliun, e ka thonë si ai. Po dy të kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë thënë pastaj bashkë. Prandaj sa i përmbajmë udhëzimeve të shpalljes, e ndjekim fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe pse mund të jemi ndoshta në pjesë të ndryshme të botës, në vende të ndryshme, në mosha të ndryshme, ne do të flasim njëjtë. Ne do të kemi qëllime të njëjta. Për shkak se marrim nga i njëjti burim. Kur e ka taku Ebu Sufjani radhiyallahu ta'ala anhu Herakliun e ka pyet Ebu Sufjanin për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe Herakliu ka dëgjuar me vëmendje çka po të Ebu Sufjani për Muhammedin alayhi salatu wasallam. Kur e ka përfunduar, nuk është çudit nga ato fjalë Herakliu, nga si ka pasur dëgjuara të mësuara më herët nga mësimet e Isait alayhi salam.
Gjithashtu, kur është taku mbretja Abisinisë në Gjashiu me grupin e besimtarëve që janë shpërngulur në Abisini, edhe që ka qenë një takim me të, për shkak se ka ardhur Amr ibn Asi, kemi përmendur këtu në takimet e sirës së pejgamberit alayhis salatu wasalam, ka shkuar Amr ibn Asi nga Mekka me i marrë besimtarë me këtyn Mekë. Edhe në Gjashiu ka dosh me i dëgju, çka janë këta, çka thonë këta njerëz? Edhe kur ka dalë Gjafer ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala në me fol në emër besimtarëve, ka treguar çka besojnë muslimanët. Çka ka thonë në Gjashiu? Ka thonë, innahu la yakhruju min mishkatin wahida. Ka ndel nga njëjti burim. Çështo njëjtë që na mësuat nëse kanë ka mësuar Isa alayhis salam. Andaj kjo konsistencë të rrugëzor, ky unitet në thënie, edhe pse dallimet janë shekullore, ja për kuptuar se burimi është një. Çështo ka thonë Zoti i gjithë. Në fenë tonë s'ka kundërthënie. Ka dallime mes pejgamberëve në çështjet juridike. Të një pejgamber namazi ka qenë këtë formë, të dikush në këtë formë, agjërimi në këtë formë, po në aspekte praktike ka pasëllim. Po në aspekte të kuptimeve të mëdha të besimit kanë qenë një. Gjithë pejgamberët kanë thirrë në besim në një Allah, në një Zot, në adhurimin e një Allahu xhalla xhelaluhu. Asnjë pejgamber nuk ka thirrë njerëzit që ai të adhurohet, apo që njerëzit të adhurojnë dikë pas Allahu xhalla xhelaluhu e kështu me radhë. Dhe kjo të ndërgëzër në jap mësime të shumta. Një mësim thash është se kjo është garancë për unitet. Kur dallojnë burimet, pastaj dallojnë edhe qëndrimet edhe kuptimet. Kur burimi një, kanë me qenë edhe kuptimet e qëndrimit një, patjetër. Prandaj edhe na nëse ndjekim rrugën e Kur'anit, rrugën e Sunetit, rrugën e sahabëve të pejgamberit alayhis salam, patjetër që do të jemi, afër me ta. Të jemi shumë afër me ta. Dhe kjo rruga e vetme për udhëzim, rruga e vetme për shpëtim, edhe rruga e vetme për unitet. Çdo tendencë tjetër për me garantu unitet, me largu përçarjet jashtë shpallës së Allahut te barekuhu është e dështuar. Çështja e dytë që marrim këtu të ndërrozë vetëm tek pjesa e ngjashmërisë në fjalë është edhe do të thotë përveç kuptimeve të përbashkëta, është edhe trajtimi i temave të përbashkëta. Dashuria është temë e rëndësishme dhe mesatarja është temë e rëndësishme. Andaj dy të së bashku njëjtë kanë folur për të njëjta tema dhe kanë folur me të njëjtin nivel, me të njëjtin intonacion për temat e tilla. Për shembull, ka mundësi të folë për tema të njëjta, por duke dalluar niveli. Unë e bëj shumë të madhe këtë temë, ti e bën shumë të vogël dikush mesatare, jo. Këta që janë udhëzuar nga udhëzimet e shpallës, edhe kanë drejtuar tema të përbashkëta, por edhe me të njëjtin nivel. Për shkak se e kanë mësuar nga udhëzimet e shpallës se ku e ka vënë kjo temë. Nëse gjejmë për shembull dikush e rrit një temë shumë, dikush thotë, më rëndësi kjo, po s'është çka që ka më rëndësi. Ende nuk kemi të unifikuar as të tema e nuk kemi të unifikuar as të nivelin e rëndësisë të temave të caktuara. Prandaj ne duhet nga shpalla me marr dyat. Edhe temat me çka duhet na më marr, me çka mirë ti musliman, me sa tema muslimani mirët, me çdo tema. Mirë, çka temë ku ka vënë, valla ka vënë në epicentër, në bazë. Për shembull temat e besimit, temat e imanit janë në epicentër. Tema e pasimit pejgamberit është tema e epicentërës. Temat e edukatës që jemi të marrë që sa ku, mirësjelljes ku e kanë vënë në epicentër. Andaj i trajtojmë këtë tema, po i trajtojmë domethënë fokusin dhe nivelin e përcaktuar nga udhëzimi dhe nga shpallja e Allahut te bareke o teala. Dhe gjithashtu të ndërrua Lazar, ajo që marrim nga kjo është se fjalët e njerëzve të urtë, do të thotë janë fjalë të cilat qetësojnë zemrat. Janë fjalë të cilat realisht udhëzojnë. Prandaj kur Omeri na udhëzon me këto fjalë së bashku me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, këto fjalë të ndërrua çfarë ndikimi kanë tek njerëzit? Kanë ndikim të udhëzimit, kanë ndikim të formimit. Dhe kjo me kuptuar se ata njerëz ja kanë dashur mirë njerëzve. Sa njerëz kanë lënë fjalë mas tyre, po ato fjalë nuk shërojnë zemra, nuk qetësojnë zemra, nuk udhëzojnë, madje as nuk pajtojnë mes njerëzve. Sot shohim njerëz për shkakun që mund të bartin tituj, kush di çfarë,
akademike, mund të jenë profesorë kështu me radhë, mirë po shkrimet, fjalët e tyre janë përqarse, janë që nxitin urrëtie, nuk janë fjalë që pajtojnë, që qetësojnë, që të mësojnë, udhëzojnë. Dhe kjo më kuptu dallimin mes palës së parë dhe palës së dytë. Fjalët e besimtarëve janë fjalë që qetësojnë zemrat. Fjalët e besimtarëve janë fjalë që udhëzojnë njerëzit, i mësojnë çka më bë. Nëse fjalët e të tjerëve zakonisht janë fjalë të cilat, domethënë, anojnë ka një anë të caktuar, promovojnë interes të caktuar e çka do qoftë tjetër. Pa ne kështu do të kuptojmë këtë thënie. Jo më thon për shembull, e njëjta kjo fjalë pe kalojmë. Sa i që është e njëjtë, po pse është e njëjtë? Pse është fjala e njëjtë? A e kanë përsërit njëri tjetrin apo ka të bëjë diçka për të kësaj apo? Andaj unë përmenda 3 aspekte, vetëm ka shumë tjera që tregojnë se nuk është thjesht përsëritje, por ka të bëjë me diçka shumë më tepër se kaq. Buhariu rahimahullah përmbyll këtë libër me këtë thënie thjesht për të na treguar të ndërvozur sikur se kam përmendur në transmetimin e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu se këto mësime, këto udhëzime që kemi marrë deri më tani janë mësime që kultivojnë dashurinë në zemrën e besimtarit për Allahun, për Muhamedit alayhi salatu wasallam, por pastaj kultivojnë edhe dashurinë për besimtarët mes vete. Nga se të ndëruar vëllezër nuk ka diçka më të fuqishme që i bën njerëzit me u dashur mes vetes se besimin në Allahun e para dhe pastaj sjellja dhe edukata e mirë. E ke pa që me një sjellje të mirë e përfiton njërin apo e bën zemrën për vete. Me një sjellje të keqe e largon njërin prej teje. Prandaj këto udhëzime që kemi marrë deri më tani përmbyllen me thënie për dashurinë, që ne kupton se këto thënie na bojnë me u dashur dhe këto thënie kultivojnë dashurinë në zemrat e besimtarëve. Për shembull të ndërvozur, sa kemi marrë për shembull kapitull, sa i kujtohet me siguri, sa takime kemi pas për selamin. Kur më dhon selam, kujt më dhon selam, pse më dhon këtë selam, kështu veç për selamin, veç për selam aleikum, sa takime kemi pas. E vetë pejgamberi më ka përmendur se selami mbjell dashurinë në zemrat e besimtarëve. Që na mos më nënvlerësoni çështë të tillë, edhe pse është përshëndetje, por ka ndikim të madh në zemrat e besimtarëve. Prandaj shikoj selami atje këtu, dashuria. Pastaj për shembull Buhariu rahimahullah ka përmendur edhe çështë të tjera, çish më ul në ndaja, çish më fol në ndaja, apo që ndaja tona më ushëndru në ndaja ku buron dashuria, edhe ku mbushemi dashni, e jo ndaja ku për shembull kur çohemi nga ndajat e urrejmë njëri tjetrin, ngritemi nga ndajat me konflikt e kështu me radhë. Dhe ndajat sipas udhëzimit të pejgamberit janë ndaja ku besimtarët ushqehen me dashuri, marrin informata, udhëzohen më tepër e kështu me radhë. E shembull shumë nga librat që kemi marrë që tash është e përshtatshme që ky libër të përmbyllet me dashuri, me dashurinë ndaj Allahut te barekutaala, e cila pastaj na mëson çish mu dasht edhe mu respektu mes vete. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë la yakun hubbuka kalafan wala bughduka talafan. Mos të dashuria jote në kalafan diçka që është për te mase, diçka që ta merr me vete arsyen, ta humb arsyen. Njeri kur e don dikon shumë, nuk punon arsyeja ti mu. Nuk shem o gabim, nuk shem o keq. Madje manipulohet keq për dikujt, sikurse e ka shëruar Omeri pastaj këtë kuptim që e ka thënë se i ngjan një fëmijë. E ke pa për shembull të ndërvozur nëse një fëmijë me një lodër e mashtron, ai don aq tepër saqë pastaj është gjendje çka të thesh marr mos të jep. Prandaj edhe zakonisht Allah na rujt rrëmbimet e fëmijëve që si kanë bërë përpara ose ndodhen, i mashtron me një lodër me diçka edhe e merr me vete e çan ku dush pastaj. Kur ti del dehi i këtij fëmiu apo e kupton se çka ka ndodhur, pastaj çan kërkon prind mirë po është vonë apo. Andaj edhe njëri nga dashnia e madhe, dikush e mashtron me çka do kuft. E don dikon shumë tani çka ti thot ai bën, çka do që të tërheq, ka do që ti ka shkon mas tjetër. Jo, na e dojmë njëri tjetrin, e dojmë këtë qoftë që duhet me dasht, mirë po jo dashuri që ai pastaj na tërheq ka dën atë. Jo dashuri që vendos litarën në qafën tonë që na ndrejt ka dën, jo kështu apo. Po dashuri e respektit, dashuri edhe e dëgjimit, dashuri edhe e nënshtrimit, por mbi bazën e asaj që na ka mësuar Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sa njën nga dashuria e tepërt
të ndërru vëzër, e kanë zbraz edhe jetën nga kuptimi i duhur. E dënë dikon shumë, edhe pastaj edhe jeta hub kuptim në mungesë të atij që e dënë. Nëse vdes për shembull, do të stërnohet mua. Çfarë më rëndon mua mastina? Ose nëse e braktis, do më bëj vetrasje. Ne kemi raste që vijnë njerëz të ankohen, kërkojnë zgjidhje, për shembull kanë rënë dashni, një mashkull të një femër, po e femër të një mashkull, dashni të verbër, nuk sheh kurrë për te ti. Dunja nuk ekziston fare. Krejt dunjaja sill të qenjeri, të që e vajzë, të që e femër. Edhe kur ajo shkon, e lën, ai nuk sheh dunjën, nuk sheh jetën. Edhe kërkon edhe zgjidhje, nuk gjen, e shejtoni jep një zgjidhje, thotë më të vetën se s'ka kuptim më rënuar. Edhe ka ndodhur, njerëz kanë bërë vetrasje, Allahu na ruajt nga ky tmerr, nga ky mëkat i tmerrshëm, sipas së çkafit e një dashuri të verbër, e një teprimi dashnie. Andaj dashnia e tepërt tash është sikur se puna e fëmis. Nuk shajmë kurrë, pos që ato që e don për shkak se i ka bë mirë. Edhe ky e don dikon për arsye të caktuara, po dashitë të tepruar. Dashni që s'ka pikë kufini. Madje edhe në nivel të raporte me Allahun te barekuhu teala. E don dikon çaq shumë, saqë më thonë edhe Allahu ka thonë nuk i bën përshtypje, nuk i bën përshtypje. E dietar kanë përmendur në librat e tyre raste të ndryshme nga dashuria e verbër, nga dashuria që ka verbu njërin. Sot Ibn Jauzi rahimahullah nga dietarët, do të kam shkuar në Mekë edhe e kum pa një njeri që vuan të shumë. Më thanë është i sprovuar. Atë kohë s'ka pas shumë njerëz, ka mujt me ditë hallin e njerit filonit, edhe kam pa një duke vujt. E ka thonë njerëz është në vuajtje kohë gjatë, pa në vuajtje, mundime është. Edhe Ibn Jauzi rahimahullah si dietar ka dashur me e këshillu. Jenë qabe, lutë Allah me të largu vujtjen. Shikoj ka thonë Ibn Jauzi rahimahullah, lutë Allah me të largu vujtjen. Që ku je, në shpirt Zotit ti, këtu të largohen vujtjet, të largohen mirimet, lutë Allah në gjellë gjellë. Çka i ka thonë? Shikoj dhe një fadrejgje ka arrit verbënia në dashnit e rrëdhëzë. Ka thonë, kur nuk e lësë Allah me largu vujtjen. Pse? Nga se vujtja ma kompenzon dashnin e humbur nga filonja. E ka dash një gru shumë, edhe e kalon, apo? Masi s'kam dashni për saj, le të mjetë kujtim vujtje për saj. Paramëna, me vujt, dhe në këtë regje, edhe mos me bu ka bun me largu vujt në mirimin, në shkak se qaja është lidhje me ato apëtën. Të merë kjo. Një sprovojnë këtë regje. Një në duket kjo absurde, qyshka. Thuj, elhamda që Allah së më ka sprovu. Thuj, elhamda nga një sprovojnë e nuk din pasaj qare me bovete. Dike ka verbu dashnia për pasuni. Dhe kej që ka shenë dunja, është pasuria. As nuk shë e vlad, as nuk shë zët, as nuk shë gjami, as nuk shë mik, as jaran, kur gjë. Krej që ka shë është parja. E dënë pare dënë dashnit verbër. Një nga djetarët thët njëre ka qenë vizit me një vend në përëndim, me matë gjerata, edhe thët, më folën për një njëri, që ishte veni tonë, që kështë të përshamë nga me shku dikun në Gjermania, në Amerikë, më një gjerat, edhe më taku me shqiptarët atje. Edhe e ka qenë nga djetarët Arab, ka shku taku me komunitetin Arab atje. Shkan një Turk, të takuat normal me komunitetin Turk, gjithë kush me ata të vetë takuat venin e huj, normal është japë. Edhe kjo ka marrë një gjerat në gjami, ka kry, i kanë thonë hujgjë, është njoni shumë ka pare. No, për i neve është gati me i pasni, multimilionera për. Bërmën e që sa parti ka. Mirë, për s'ka kur që bjen gjami. S'ka kur që bjen gjami. Absolutisht. Thot, te tash ki dije, ki përvoj, e bëjmë një takim me të, falë pak me të, ndashtë a i zbutët zemra, nështë të në zotë i këthejet e kështë më rrë. Thot, po mëre, edhe këtë djetari vetë ka të zanë, u takuar me të. Edhe une po i folë, ma për dhe si për dalë nga dalë, ka i në temë edhe ka dash me të regu për mirësit e islamit. Sa islamit të leson jetën, je bukuri, kuptim jetës tonë, pasurisë tonë, apo e ki Allahun i kthesh, i lutë Zotin, gjele gjelalu, zemra qetësohet. Normal, uzimet e islamit edhe ndikimi i islamit në zemrën jetën. A i tha, po të gjemë me mendja, kër e kryti ta, i ndiri $100 i gjepit, ta hoqa përshet që ta. Tha, unë e qëta e kam zëtë.
Tha, kur të më dhajmë kryt, e qesë në kry. Apo, edhe më ka përcen kryt. Kur të pojë që shtut, më parë në adhurim dhe i paras, tha, qëta e komë në të tha, qëfar dashnije, parë në vëzhnim. Që kjo është dashnije verbën, parë në e ka vërnu pasunia, nuk shë Allah mu, nuk shë Zot mu, nuk shë gjennet, kurës që e vetë që para. A ka një shtil? Po, ka. Andaj, dashnija për para, dashnija për femër, dashnija për pozit, vrahën njerë për një karrik, s'ka kush janë arë, absolutisht. Dashnija verbër, harran me shoke, didjo kun bashkë me shoke, bashkë ka bu, ta është ka rrugën e ka pas shok. Ma dje shok të vetë në burg ishtin, me mujtë me pas rrugën qilë, apo, që aj tash me sunu që është dënë, sa ta i pengujnë tash apo. Parëna bon ka bu dhe t'i punë. Ose njerë që për shambull edhe vrahën, familje me zvete, për qështën e pozitës, e kështë më radhë. E kjo është që ka thonë Meri radiallahu ta'ala anhu, që kjo është jetë e vështirë, që kjo është aje jetë e ronë, kjo është dashni e mundimshme, e mjerushme, kjo është dashni cila cilë në pragun e shkatërimit, e të humnerës, e të mirimit. Ndaj, Islami në mëson që me dasht njërin, mirë po, jo më u bo rabi ti. Ne e dojmë Allahun xhalla xhelaluhu dhe imi rab të Allahut, veç në qafën tonë është litari i besimit dhe Allahut, nga se dim se Allahu xhalla ula asë një herë nuk në udhëzën ka e dëmshmja, nuk në udhëzën ka diqka që është e gabuar kur. Andaj veç Allahut i bindemi si mshel, veç Allahut i bindemi para zirë. Edhe pejgamberit a.s. për shkak se ai flet në emër të Allahut, për çata. Andaj Allahu është ai që i nështrojmë para zirë. E dojmë pa kufi. Sa të nxën zemra dashni, çaq ka në zemrën tonë për Allahun xhallahu ala. Çaq. Apo mushet plot si kupa që mushet apo gota ujë. Çaq mushet zemra besimtore dashni për Allahun xhallahu ala. Çaq. Edhe dy zemra mi pas, dy do të më mush për Allahun te barekutaala. 3, 5, sa mi pas apo krejt duhet mi mush dashni për Zotin, sa ai meriton. Allahu xhallahu ala meriton. Të tjerët pastaj i dojmë në një të kësaj dashnie. Çdo dashni që e zvoglon në nivelin e dashnisë për Allahun xhallahu ala i themi faleminderit. S'kem në këtë dashni. Kush do koftaj? Çdo dashni që i konkuron dashurisë për Allahun te barekutaala është dashuri e refuzuar. Nuk guxon me i konkuru as kush dhe as kësaj dashnie. Për këtë arsye thonë Meri, në tjetë dashni e jete, dashni e matër, dashni që ka kuptim, dashni e arsyeshme, jo dashni që te kalon çdo kufi sikurse e përmendëm. Edhe ka thonë, wala yakun bughduka telefan, wala yakun bughduka telefan, edhe mos urra deri në asgjësim, deri në shkatërrim. O njëri urran dikon, dhe kemi thonë se edhe urrejtja është pjesë përbërëse e njërit, dikon duhet më urrejt, s'mo shkejt me i dashtë. Mirë po, urrejtja jote duhet tjetë për shkak të punës keqe që e bën. Ti e urren njërin për shkak të punës, ama ki qef më udhëzu. Ma shumë se me udhënu. Që kjo muslimani ato? Në muslimani e urren një për shambull njëri i cili bën keq. Një që e shonë Zotin, a mundësh me dashtë? S'mundësh me dashtë. Një që e shonë pejgamberin, e shkil Kur'anin, a mundësh me dashtë? Nuk mundësh me dashtë. Ata që i shojmë ata, në mund kriminal, që e merë Kur'anin në botën perëndimore, do me djekë për shamë, a mundësh me dashtë atë njëre? Qysh mundësh me dashtë atë që dënë kallë fjallën e Zotë e kallë? A e kallë për me në qmu, a e kallë për me hupë këtë libër. Në e urrejmë, mirë po, në vetë, në brendin e kësaj urrejtje është dashnia për mullëzua. Në këshumë pasë që e mos me dekë që ashtu. Nga se mirë për të nëse te kallosh kanë që ashtu. Në këshumë pasë që ai mos me dekë që ashtu. Në këshumë pasë që ai mullëzu. Edhe kanë dod njerë që kanë punu e në angazhu me e luftu fejnë Allah i ka udhëzuar. E në gëzohemi. Për shembull, nëse qaj që e ka Kur'an me djekë, udhëzohet, ato Allah ku nga bu, më falë një muslima ku nga bu. Me thona, ku udhëzu që s'kën gjehnem bre? A me thonë qëta? Ja, lërga saj, s'tejme kështu. Në gëzohemi kër udhëzohet apo. Pra e që kjo është urrejtja besimtarit, e ka një kufi. Jo urrejt den nga zësim, u shkat rufte. Jo, kështu s'tejme apo. Nëse dikush e te pranë, po e lutim Allahun te barekota që Allahu me janal zullumin. Ja me udhëzim, ja me shkatrim. Ama e keme për munan e keqja, jo për mu shkatru filoni.
Pandyshe çfarë kuptimi ka për shembull të ndërruar vëllazër përpjekje vazhdueshme pejgamberit me udhëzu musliman, këta mendoj Kurajsh të Mekës, më bë musliman. Çfarë kuptimi ka pas? Ka mujt ditën e parë, o Allah, këta farë qafira, shkatroj, këta farë munafika, këta çështot shpreh me thon të rifor. Po jo, s'ka thon kështu vëllazër. S'ka thon. Bele dini i ka ardhur meleku i kodrave. Kur i ka ardhur? Kur e kanë përgjake, kanë gjujt me gure, kanë refuzuar. Janë që situatë thush, më të jakur thush. Me gjithat ka thonë, Allah me di qaumi fa innum la ya'lamun. O Allah udhëzoj popullin dhe nga sa ata nuk dinë. Qështu ka thonë një pejgamber për herët, e qështu ka thonë dhe pejgamberi alayhis salam. Udhëzoj se nuk dinë këta. Nuk dinë. Andaj nuk ka dashur që me i shkatru me leku i kodrave, që më uhut kodrat mbi ta. Po ka thonë, ndoshta Allahu nga ta nxjerr gjenerata të ardhshme që besoj. Andaj besimtari megjithatë mbrana urrëties e ka një dashuri për atë tjetrin që e ka merituar me urrëti, por mbrana e ka një dashuri për udhëzimin e tij. Dikon që urren nga gjithë anët, nga e brendshme dhe jashtme. A mundesh me ia dash mirën? S'mundesh, se s'ka hapësirë me ia dash mirën, ti e ke mshirë çdo mundësi me ia dash mirën. E urren nga brenda dhe nga jashtë. Në s'ki mundësi me ia dash mirën. Besimtari e urren, po dhe urrëtia ka një masë. Edhe urrëtia ka një arsye. Për çfarë për shembull mund me kon njëri edhe në betejë me dikon, në fund pendohet, për shembull kur si më bëhet musliman, vjen xhamia falet. O çështo? Ka mundësi, a refuzojmë në dikon? Ja nuk e refuzojmë. Nga se ai që do më bëjë robi Allahut, nuk mundemi na me përjashtuar. Ai që do më kon robi Allahut, nuk mundem thonë jo të ski më bëjë robi Allahut. Se kemë ka kundor apo? Jo se kemë. Madje ka të ndruar raste kur ai që realisht ka nga një botë e krimit, ka nga bota e ateizmit, e urrëties, e luftës të islamit është pendu edhe kogja do aty në saft parë që në kogja më t'jo ka kaluar. Ka qështu? A ka? Ka valla. Që ka, ki musliman përëndim që ta njete i ka shku, s'ka besu si musliman. Bili ka full keq për pejgamberin e për Allahun e për muslimante. Dikur, Allah e ka uzu. është uzu. E shem musliman, vallaj, e ka mësu arabikësën, ka mësu Kur'an, e mësu në fin, deli ka zënë dërës musliman me këto. A ka kështu? Ka? Qështë nuk ka? Andaj, le hapësirë gjithmonë. Qika që tha Omeri, radiallahu ta'ala anu, mos urret din shkatërim. Nga se urrejtje din shkatërim e nazësim, ka veç munafiku. Aji e urren vllahun e vetë musliman, aji urren vllahun e vetë, edhe ka qef që me e shkatru. Që ka thonë pejgamberi për munafikun, e kemi marrë të munafikat atje. O idha khasama fajjar. Nëse bëva kia me pas me të konflikt, eksplodon, me këtë që ka do me shkatru. Ka do në burë, jena më spajtim që tu, okej, kena pas me për që qështje, a për që du të është këtë me shkatru, me këtë që ka me brisha? Jo, Allah, nuk banë kështu. Nuk banë, mu që pas me dikon konflikt, me spajtim, ama, deri me një masë. Që ka njerës për shamë fatë këtësisht, vrahën, për çka vrahën? Për një zëngë, për një fjallë, për një fërkim, për një parking, vrahën njerës. A që kjo që e ka më mirë, urrej, ani, për këtë punë, moment është taj, mos me dojë, mush me pasinati, moment. Ama kontrolloj vetën tonë. Kontrolloj vetën tonë, jo deri në azgjësim, deri në shkatërim total. Këse kjo nuk është ajo që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra të ndër vëzën e përmbyllje, me çto mësime, njerëzit, a kanë hajra, kanë shërë? Çto mësime i nguna, për shembull? A qëllë mësyta në kapë mjerime, që kanë ndodhë me neve? Vëllave qëllë mësyta. A i poplë jone, udhëhecia jone, njerë përësi, duhet që të mësime i marë. Nuk duhet këtyre mësime i oqitë, pëngjesën. Ose me folë kërë këtyre mësime nga se. Këtu mësime mësoj me dashtë. Ma dje dhe kur urren që s'ki qare pa urrit, i ka të mësën që shme urrit me masë, jo me shkatru, jo me azgjësu, jo me luftu me familje me keq ka ka nga se ka dalë. Çdo urritje ka, tretimin e vetë e ka, sillën e vetë e ka, manifestimin e vetë. Pastaj edhe tjera uzime të edukatës që kemi marrë deri më tani. Thash kjo është transmetimi i fundit në librin El Adab al Mufrad, me që kemi kaluar në për qindra hadithe, alhamdulillah, Allah i pranoft, e transmetimi e udhëzime, do të bëjmë një përmbledhje inshallah në takimin e ardhshëm,
edhe nësë Allah xhallahu që tjetë përfundimi i halit, e Allah në mundësoj që dhe jetën të përfundojmë në udhëzim të Allahut e në ndjekët të udhëzimet të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allah në mundësoj me ndërtu jetën me këto mësime e me urin gjallë me mësuesin e këtyre mësimeve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij sikur se Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, e Omeri radhiyallahu anhu, e Uthmani radhiyallahu anhu, Aliu radhiyallahu anhu, e sahabët e tjerë që kanë ecë në rrugën e pejgamberit e rrugën e dritës së udhëzimit. Allahu i shpëbleft të dyve për shoqërimin e vazhdueshëm, për inkurajimin, e në takoftë Allah gjithmonë hajër e naçër të Allah i kënaqur. Me kaq për sot, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katira.